Përshëndetje, gratë i mbajnë gjithë botën në shpinë, por nuk duhet mbajnë dhunën, frikën apo zinxhirat. Sot zemrat tona rrahin fort për gratë në Iran. Ato rrezikojnë jetën vetëm për një fjalë, për të qenë të lirë. Prandaj, ne sot duhet bëjmë zëri atyre grave në Iran, jo vetëm atyre, por të gjithë grave në mbar botën, që nuk duhet lejojnë dhunën, nuk duhet lejojnë dhunën psikologjike, por të jenë vetvetja dhe të ecin përpara, sepse ato janë forca, janë drita, dhe askush nuk duhet ja heq dritën e lirisë. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që jam sot në këtë konferencë për dhunën e grave. Po gratë janë forca, edhe nuk ka më dhunë, po ka liri, e të jenë të lira, e të jenë të guximshëm, edhe të jenë mirë. Edhe janë mirë. Faleminderit.